Emrat dhe historitë e njerëzve që kanë lënë dhe vazhdojnë të lënë gjurmë në qytetin e Durrësit. Drejtues në nivel të qeverisjes vendore, mjek, inxhinier, profesionist të vjetër dhe të rinj, plot 94 figura të njohura publike janë bërë pjesë e librit më të fundit me autor Bashkim Kadiun. Për autorin duket se mosha është thjesht numër. Miq të tij, njerëz të letrave në qytet, personazhe që janë pjesë e librit, ishin prezent të shtunën në inaugurimin e librit që është përmbledhja e 7 në seri dhe një himn i vërtet për qytetin. Emra të njohur të letrave si Shpento Pollai, por jo vetëm, dhanë përshtypjet e tyre rreth veprës dhe krijimtarisë së autorit. Arqile Korea, kryetar i Bashkisë së Durrësit nga viti 1996 deri në vitin 2000, të roqi vëmendjen me fjalët e tij në takim, pasi vuri theksin tek rëndësia që kanë figura të njohura si Bashkim Kadiu për qytetin, veçanërisht aktualisht kur vlerat po zvendësohen me antivlera. Madhe e këtij takimi nuk është vetëm libri, po është mesazhi që qyteti jeton. Qytetaria jeton, vlerat e qytetit janë të pranishme dhe mbi të gjitha ka një kanar vlerash që me ose pa të meta funksionon dhe për këtë unë do t'i uroj jetë gjatë Bashkim Kadiut, jo vetëm për punën që ka bërë, po edhe për atë që do të bëjë, por do t'i kërkosha, do t'i lutesha Zotit, që t'ja zgjasë jetën për shumë arsye, sepse bashkimi është multidimensional. Nuk është thjesht një regjistrues i vlerave, ose hipotekues i vlerave të qytetit. Bashkimi është rebelës, si shofa. Bashkë kemi qenë në disa aksione qytetare, ku bashkimi me iniciativën e vetë, me shpirtin e vetë, me atë vaksinën qytetare, ka ngrit moralin e qytetit, ka ngrit problemet e qytetit, dhe bashkimi do të jetoj sepse kanë ngel shumë pak. Ne po na largojmë vlerat edhe po kalojmë në minorancë. Prandaj duhet bashkimi që të edukoj brezin e ri, të kultivoj vlerat, që qytetit të rimarë veten dhe tjetë pa i qytet me qytetarë. Sepse vlerën e të mirës dal nga dalë pa e zëvën sa dalë nga të keqës. Në qoftë se përpara që është pasuri, investimi në shkollë dhe dije, në të mirët për qytetin dhe për vendin, sot lakmia është ke pasuria trafiqeve dhe modeleve. Pra thjesht, po na mungojnë modelet. Dhe këto libra shërbejnë shumë për modelet pozitive të edukimit të prerëve. Pjesëmarrësit më pas patën mundësi që të merrnin autografe me librin me histori jete, që është një enciklopedi që mund të quhet Frymat e drita e qytetit, ku nëpërmjet faqeve gjen ajkën e Durrësit, ku bashkohen drejtuesit me sportin, profesionisti me të riun. Bashkim Kadiu ndau me Adrian në televizion emocionet e para pas takimit, ku ashtu si në libër të gjithë u bën bashkë. Është e vërtet, kam një moshë të thyrë, por shpirtin e kam të ri në kërkim të së vërtetës edhe të figurave të shquara të qytetarisë durrësake. Siç e thash edhe më parë, dikush shtroi një pyetje, pse thu hymni durrësak dhe kush është? Edhe ju përgjigja, për hymnin durrësak unë njoh këngën Të falem ty o Durrës, me tekst të poetit, po, përkthysit njeriu të vlerave Hyshen Qela. Këndu nga Qemal Kurtusha dhe kompozu nga Enver Mara. Kjo është, do me thënë, i gjithë aktivitetit tim të këtyre vlerave që janë kry prej disa vitesh. Vazhdoj, do jap kontributin tim, duke lartësu qoftë edhe njeriu më të thjeshtë të qytetarisë durrësake, por mjafton që është me karakter dhe dinjitet qytetar durrësak.
Berita Kuçi, vajza dursake që sot ishte në cilësinë e moderatores, shprehu vlerësimet për librin dhe autorin. Ishte shumë kënaqësi të isha pjesë e këtij aktiviteti, ta moderoja atë, po mbi të gjitha të jem edhe pjesë e librit. Gjëja më e rëndësishme dhe vlerë mendoj unë për të mos përsëritur ato që thanë të tjerët është një libër, pra është një histori qytetase që do t'i mbetet të rinjve, që ato të dinë se çfarë po trashëgojnë dhe ku ta çojnë përpara këtë qytet. Në fund të gjithë kaluan pak kohë me njëri tjetrin, duke shfrytëzuar këtë takim për të ndarë kujtime dhe mendime.